Kjo është politika e tij. Droga, korrupsioni, varfërimi i popullit, emigracioni, që financohet për emigracionin, financohen të. Dhe kjo është politika që bën solusi që kam bërë në Shqipëri. Shkatrimi i ekonomisë, dhe këtë politika e përlu bukur. Pastrimi parave, ku pastrohet para përveç në Shqipërisë? Nga kanë thënë gjithë, nuk është se e themi ne. Të vinë gjithë mafiosët në Shqipëri. Që është e mundur? Një nga mafiosët më të bashkë në Italis ka qenë në Shqipëri para 3 vjetësh. Ka hedhë para. Atëherë, ky kryeminist nuk e dite, ai ministri i brendshëm nuk e dite. Kur vendosi këtë gocën kryeministri, s'ja di njeri emrin se si e ka. Ha? Nësa si mund të vendosësh një njeri den pa marrë ta vendosësh ti në ministrit brendshëm, pika më e fortë e shtetit. Të vendosësh një ministri të jashtëm, një kalaman tjetër si Spiro Pali, që s'di asgjë. Pra pikat më nevralgjike të vendit, ky i ka ndërzuar nëpër kalamaj, nëpër pse i komandon vetë gjithë, prandaj them nuk i ka të gjithë vartës. Po vartës në kuptimin e mirëfillt fjalës, që këta nuk bëjnë absolutisht asgjë pa të. Zoti Markoçi, po. Jo pa që me Berlin ky se shkarkon dot. Jo si Berlin, se si Berlin e shkarkoi. Problemi që ndodh mbrapa, kush është mbrapa? Çfarë ndodh mbrapa? Lufta rrugës, u kam thënë. Dalin këta, gazetarët investigativ që dalin për çdo gjë, çdo gjë pse s'flasin, ai keni pajur se kur vjen puna te Berlina bllokohen gjithë, vetëm thonë Berlina tuneli, as i llafën më tepër. Keni një gjuna një që thonë që ora pse se shkarkon. Pse se shkarkon? Keni një gjuna një ta thotë, se thotë asnjë. Gjithë merren se do t'i nxjerrë Ramës, këtë do t'i nxjerrë ata. Dozit janë përgatitur në Amerikë. Këta ndaç ta dinë, ndaç mos ta dinë, ndaç ta bëjnë, ndaç ta harrojnë si të duan. 1000 dozë janë përgatitur në Amerikë dhe tardhë nuk janë përgatitur sot. Ja u kam thënë me kohë, nuk është e sotshme. Sot bëhet konfirmimi. Dhe politika amerikane ka atë që godet aty do ai. Se ne jemi të zotë ta bëjmë vetë. Se këta ju kam vu Dumani, nesë do jeki Dumani, që do bëjnë? Do vi Duman tjetër. Njësoj është aty. Dumani është administratori i Spakut. Nuk vendos Dumani dot, se kush prokuror do ndjekë këtë dhe pse se ndoqi këtë dhe pse e ngadalsoi këtë dosje apo pse e shpejtoi këtë. Nuk e bën dot Dumani, se nuk e ka kompetencë. Këta i kanë dhënë prokurorit pavarësi totale. Dumani është administratori i Spakut përgjegjës, themi. Dhe përfaqëson Spakun në gjitha takimet që shkon e bën një normal. Por jo se ka forcë, ka shi prokurorëve të tjerë. Për sa i përket prokurorëve të tjerë është i barabartë, Dumani dhe gjithë aty janë barabartë. Gjithse kush ka dosit e veta ka punë e vet. Po t'ishte kështu, FBI s'ishte fare aty. Se epoka Dumani, këto epoka këtu. Pse u kënaqën këta kur iku FBI-ja? Gjithë u kënaqën, gjithë palët u kënaqën. Dhe kur erdhi FBI-ja, gjithë u tremën prapë. Dhe fillon pastaj të lëpinin atë çka kishin deklaruar kur iku FBI-ja. Tu filloi që kërë Rama deri te i fundit. Po. Zoti Markoçi, a mendoni si intervistë sot? Pse nuk foli fare nga Spaku, nga gjykata? Gjithë kanë folë, pse s'doli me folë? Pse s'ta as i llafën? Zoti Markoçi, a mendoni se Belinda Balluku mund të nisë tani hakmarrjen, po themi thonjza ndaj kryeministrit Edi Rama, apo do të presë se si do të vendos gjykata kushtetuese dhe më pas mund shonë në një moment tjetër që mund ta godas atë? Nuk ka çfarë vendosi gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese nuk ka çfarë vendosi. Çfarë do vendosi gjykata kushtetuese? Çfarë do thotë? Gjykata kushtetuese mund vendosi nëse preket mandati i deputetit. Gjykata kushtetuese foli mbrapsht për atë ish ministrin e jashtëm. Çfarë ka ajo? Olta Xhaçka. Mërdi Olta Xhaçka. Çfarë do flasin gjykata kushtetuese? Çfarë do thotë gjykata kushtetuese që ky
ky vendim që ka marrë Spaku nuk kërkesën që ka bërë Spaku në gjykata, gjykata ka vendosur këtë lloj vendimi, pezullim, duhet thotë që duhet ta fushte në burg, këtë do t'i japi gjykata. Po s'është gjykata kushtetuese për këtë vendime. Gjykata kushtetuese shef procedurën, a e shkel ligj apo s'shkel ligj. Në këtë rast nuk kemi shkelje ligjore. Pse? Sepse as detyrim paraqitje nuk i kanë dhënë Belinda Balluku. Thjesht pezullim nga detyra dhe marrjen e pasaportës. As detyrim paraqitje nuk e ka. Se po ta marrësh në kontekstin juridik, pastaj të tjerët për cigara hashash i thot arrest shtëpi, arrest burg ose detyrim paraqitje është më e thjeshta, po bën deri më të madh. Nëse kësaj që flitet për miliona, as detyrim paraqitje nuk i ka dhënë. E çfarë do të thotë gjykata? S'ka gjykata kushtetuese, nuk është kompetente gjykata kushtetuese për të marrë vendim themeli. Dhe për ajo shef, a janë shkel drejtat e njeriut, as janë shkel drejtat e njeriut? A është shkel ligj, as është shkel ligj? A është procedura e rregullt apo s'është procedura e rregullt? Nuk merr gjykata kushtetuese me vendimin. Këto e bëjmë për tallava, unë ja u thash. Rama dhe me vendimin, me doli vendimi gjykatës, unë u thash. Edhe me këtë vendim Rama nuk ka për të shkarku. Se Rama priset një vendim tjetër në interesin e tij. Domethënë, ta çojë ose arrest shtëpia ose arrest burgu, që ai të ketë mundësi pastaj ta shkarkojë. E dëgjoj idiotësinë që u tha, që ndërhyn drejtësia, ndërhyn ke qeveria. Po do ndërhyjë ose s'do ndërhyjë? Pse arrestohet ky? Sepse ky është kryetar bashkie, kjo zëvendës kryeministre, nuk duhet të arrestohet, nuk duhet të arrestohet, vjedhësh miliona tjetër dhe një hajdut të ri aty. Pse që e pas ke mandat deputeti, apo pse që e ke ministre apo kryetar bashkie, ke vjedh miliona. Si është kjo? Ndërhyrje, nuk është ndërhyrje. Ky është zbatim ligji. Dhe kur flasim për shtetin ligjor, ky është. Zbatosh ligjin. Dalim bërtasim për hajdutin, dalim bërtasim pse i futen burg. Se po shkel rregullat. Se mos të rri ky, mos merret ky arrest shtëpi apo arrest burgu, po drejt i lirë. Po të qytetarët e shkaj, se burgjet janë mush më tepër me fakirët më. Se mushin statistika me fakirët e rrugës. Tash bëj cigare shash dënohej. Të ma arrest shtëpia ose arrest burgu. Për i dozë kokaine, për i dozë heroine, për i cigare hashash. Ti e përdorur se ai të merr dhe të fut në burg. E thot jo, thot se po bëj transport. Pse se duhen me mush statistikat që të mbrojnë pastaj këto. Dhe këta tash që kanë po këto ligje vet, tani kur i pjen, në kuriz tyre tani fillojnë shajt. Tani që e ka i keq. Po këtë reformë ta prapoj me 140 vota e votuan këta. Ngjedhin 140 kartona. Në mënyrë më të turpshme. Zoti Merkoçi, a parashikoni një luftë mes Belinda Balluku dhe Edi Ramës tashmë në vimësi dhe një betejë që mund të ketë nisur ndoshta që në takimin e tyre prej 7 orësh në kryeministri, sepse nuk besoj se në një takim 7 orësh janë diskutuar strategjitë juridike dhe politike për ballë Spakut. Belinda Balluku nuk ka si luftë me Ramën personale. Po e u rrit dhe kësaj. Ndoshta nuk jam unë i qartë në atë që them. Ose nuk e shpjegoj tamam, ose ju nuk e kuptoni. Ose s'doni ta kuptoni. Por e them edhe herë, nuk ka asnjë hakmarrje Belinda Balluku me Edi Ramën personal. Këtu flitet mes klaneve. Lufta mes klaneve. 7 orë që kanë nejtë pikërisht për këtë lloj gjëje. Që Rama mos ta shkarkoj, të gjejë mënyra, forma, dhe prandaj u thirr edhe Ulci Manja, si ministri i drejtësisë dhe sekretari i komisionit ligjeve. Nuk u thirr kot në atë takim. Aty nuk ka pas debat mes Ramës dhe
dhe Belinda se ti ke bërë 7, ti ke vjedh 7, unë kom vjedh 4, ti ke vjedh 3, unë kom vjedh 2. Këtu, po ja u them edhe një Rama, në çdo kusht, në çdo formë, në çdo moment, duhet qëndroj kryeministri i këtij vendi për të zbatuar atë urdhër që në dasmën e Sorosit, kur është martuar Aleksi, se ajo si ishte dasëm, ishte mbledhja e Kabalit dhe Sorosit të gjitha, u caktua që ky do jetë përfaqësues i tyre në Ballkan dhe Europë. Dhe shifeni kush si është e mundme që erdhën me vrap të gjithë, sa u more pandeu Belinda Balluku. Si erdhën të gjithë Europë, erdhën me Kose, me Lalle, me po di unë, Van der Linde, Van den Broek, ai burri që martu me burr. Kryetari i Këshillit të Europës, çashi. Kreu delegacionit të Bashkimit Evropian, po. Gjithë erdhën. Pse? Se janë gjithë Sorosit. Janë gjithë Sorosianët janë ata. Erdhën ke kryetari, si erdhën për Vakike, kryetari. Erdhën për qokë. Se për çfarë erdhën? Për hallet e Shqipërisë, në mënyrë absolute jo. E shifni ju se jemi i vetmi vend çuditëra që hapim kapituj, gjitha kapitujt ne i hapëm, i shkryem gjithë kapitujt për vendet e tjera që janë më të zhvilluar se ne. Shumë më të zhvilluar se ne. Dhe nuk e hapin do, deshëm vite, Kroacisë, deshëm 10 vjeta, 12 vjetë që të hapte kapituj. Po. Ne i hapim shpejt ne. Pse? Sepse është ky pra, kryetari i tyre në krye dhe ky duhet të marrë gjithë lëvdatët që qëndrojnë sa më gjatë në kjo është një politikë që bëjnë ata. Po jo se ne dimë se si është Shqipëria. Vendi më i korruptuar, droga më e madhe, ë? Ky ka ndërtuar mafia në shtet, këta thonë lulëzo Shqipëria. Kështu që nuk ka Belinda me Ramën për plasje njëri me tjetrin. To pun klanësh, po më hoqë do të heq. O ti o unë. Qofse do më heqësh, unë do të përgjigjem. Unë jo më kodë të them plas lufta e rrugës.